hyn tek ato modele, po themi të reja të vendosjes së, po themi, të një cënimi të rolit të tyre si prind. Pra, në një lloj forme të braktisjes së rolit të tyre dhe të lënies më njanë. Në shumë raste mund të shikohet si një braktisje prindërore, pra ku prindi heq dorë nga përgjegjësia e tij dhe ja lë prindit tjetër në kushte, siç ju e përmendët, të panjoftuara, të menjëhershme. Mund të jetë një formë e heqjes dorë nga përgjegjësia prindërore, pra ky prind mund të ketë bërë shumë, mund të jetë lodhur në të gjitha format e tij dhe nuk ka pasur asnjë lloj ndihme apo mbështetje nga persona të tjerë të afërt dhe zgjedh, po themi, rrugën më të shkurtër, atë të heqjes dorë nga përgjegjësia e tij prindërore, ashtu sikurse mund të jetë edhe një formë e delegimit të rolit prindëror, që do të thotë pa njoftuar askënd, pra me dieni apo pa dieni, fëmijët ja lë dikujt tjetër për t'u kujdesur dhe këtë mund ta bëj shpesh herë edhe me periudha të gjata apo të shkurtra ku nuk kujdeset drejt për drejt për fëmijët, por mund të jetë edhe një formë e neglizhencës prindërore ku mosmarrja përsipër, pra të kujdeset për fëmijët. Ajo që është më e rëndësishme në rastin konkret nuk është ky aspekt që ka të bëjë, po themi, pastaj dhe me vepra të mundshme penale për sa i përket kodit në Shqipëri, kodit penal në Shqipëri, por mund të jemi edhe në atë pjesën që thash më e rëndësishme për sa i përket pasojave psikologjike dhe emocionale që këto element lën tek fëmijët e mitur. Themi elemente dhe rëndesa psikologjike emocionale sepse fëmia ngrihet një ditë pa prezencën e prindit që ka parë gjatë gjithë kohës si kujdestar, me të cilin ka një afeksion të caktuar, ka një fushë lidhjeje, atë çka ne quajmë atashin për prindin, dhe gjendet në formën sikur ta ketë humbur përjetësisht atë. Dhe fëmijët në fakt ashtu e kuptojnë si një braktisje, sepse shpesh herë këta prindër marrin përsipër riskun që mos i komunikojnë fëmijët, mos mbajnë asnjë lloj lidhjeje telefonike, në rrjetet sociale dhe gjithçka tjetër, dhe ky fëmijë pastaj percepton që prindi i tij është dukur apo nuk jeton më dhe rritet me këtë lloj ndjesie dhe boshllëku emocional. Në shumicën e rasteve por nuk duhet të paragjykojmë thjesht të target group. Kemi parë edhe nga ato raste ku njëri prind, këtu pa caktuar se cili prind e bën më shumë, pra babai apo nëna, ta kenë marrë si iniciativë të tyre dhe në të shumtën e rasteve kjo është parë më tepër si një zgjedhje për shkak të pasionit, çka do të thotë në rrjetet sociale apo diku tjetër krijojnë marrëdhënie intime, afektive dhe zgjedhin të vazhdojnë, po themi, jetën e tyre në rastin konkret, po pa prezencën e fëmijëve. Të mendohemi mirë para se të bëhemi prindër. Jeta jonë nuk do jetë pastaj vetëm e jona, duhet të kemi përgjegjësinë dhe ndërgjegjen që t'i rrisim fëmijët tanë ashtu si ata e meritojnë. Fëmijët tanë nuk na zgjedhin për të na pasur prindër, që kështu deri në momentin që nuk na zgjedhin, pse mos bëjmë të gjitha përpjekjet që të jemi prindërit më të mirë që ata, ndoshta edhe ata prindër që dhe vetë nuk i kemi pasur.